Të nderuar vëllezër besimtar, Allahu i madhërisëm Kur'anin famëlar thot: Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Ne ju krijuam juve nga një mashkull dhe një femër. Shikojeni sa bukur Allahu i madhërisëm na jep një panoram të krijimit, kur thot ju kam krijuar juve nga dy gjini, mashkullore dhe femërore, ju ushtuat derisa u bët fise, popuj dhe kombe, që të njiheni, pra që të jetoni siç duhet me dinjitet, pa zullume dhe pa drejtësi me njëri tjetrin. Në anën tjetër, Allahu subhanahu wa ta'ala na sjell panoramën e shejtanit të mallkum, i cili donte debatonte me vetë krijuesin, Zotin e tij. Dhe i thot Allahu të madhërisëm: Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah. Unë do t'i urdhëroj ata derisa ata të shkojnë aty sa të ndryshojnë krijimin Allahut xhelle xhelalu. Në cilën formë arrin shejtani mallkumi padukshëm të shkojë deri aty sa të urdhëroj, të imponoj gjëra të cilat janë të ndaluara nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Nëse do të analizojmë ajetet kuranore, si ka mundësi një krijese padukshme të ketë atë forcë aq të madhe sa ta urdhëroj njeriu dhe njeriu t'i bindet, të urdhëroj ushtarët e tij dhe ata t'i binden, duke ditur që i plot fuqishëm është Allahu. I gjithdijshmi është ai i cili na krijoi, Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po ja që ai ka ushtar nga xhinët, ka dhe ushtar për njerëzve. Ushtarët e njerëzve janë ata të cilët ndjekin rrugën e tij, udhën e tij, humbjen e tij, sepse ashtu përkon me interesat e tyre. Fala yughayyiruna khalqa Allah. E ata do të ndryshojnë krijimin Allahut subhanahu wa ta'ala.